nuk duhet bëjmë gabim në ushqim. Mirë është që para... Çka është gabim në ushqim? Gabim në ushqim është ato që thash më herët, vjen përveç ushqyeshmërisë që do të cekim sigurisht, po vjen iftari, hajmë, thuajse s'kemi hangër me ditë tëra. Jo bre, se edhe iftari dhe prisha e agjërimit është një stres për organizmin. Flisni për sasinë apo për cilësinë e ushqimit? Edhe sasinë, edhe cilësinë. Pra dhe cilësia nuk duhet të jetë me sasi të pruar. Po, gabimi në ushqyeshmëri bëhet si në aspektin sasior, ashtu në aspektin cilësor. Vjen iftari, kujdes se organizmi ka agjëru 2-13 orë, mos shko për me një herë me ushqime të randa me ngarku organizmin. Kushtoj rëndësi këthimit të nivelit të sheqerit në gjak, që kjo bëhet mas mjeti me hurme, po, pastaj hidrato organizmin, jepja organizmit një 2-3 gota ujë se ka nevojë mu hidratu, bi 55% e ma shumë, varësisht për kompozicionit trupit, organizmi ju në ka ujë. Bi 85% truri ju në ka ujë. Ushqimi vetëm për trurin është sheqeri, glukoza. Prandaj hapi parë që duhet të bë është të mirët sheqeri, të mirët sasia e ujit. Kjo është praktik profetike. Po, e mandej pas kësaj gabimi është se marrim ushqimet hiperkalorike. Nuk bën. Pastaj gabim tjetër është se ne pasi që të ushqemi, jemi në Ramazan ose para iftarit, jemi agjërushëm, asnjë aktivitet fizik se bëjmë, rrim të ditën të flej, të pushu. Jo bre se ti po i kryen obligimin, po nuk po përfiton nga aspekti shëndetësor. Nuk duhet agjërimi me të ndikuti me largu aktivitetin fizik. Aktivitetin fizik duhet të jetë pjesë e jetës tënde. Tash, kur ishëm të Alex Carrel, ky thotë se me shkrirjen e masës së dhjamore, se masa dhjamore në organizmin e njeriut është sikur ato fjokat e dollapit. Plot i kanë toksina. Tash me shkrirjen e masës dhjamore lirohen toksinat. Ditë e para, kur fillon një shkrire, atëherë kemi ndikimi toksinave që ne jap një kokëdhimbje, një molisje, gjitha këto. Mirë po, nëse bëhet agjërimi si duhet. Po, gjatë një muje, tash ne i pastrojmë që ato fjoka të dollapit, duke shkri masën dhjamore, kështu që 11 muaj mandej, fatkeqësisht, abuzojmë ushqime edhe i rikthejmë toksinat e gjitha këto. Pse po them fatkeqësisht? Mirë kishte me qenë të zbatohet praktika profetike, agjërimi të vazhdon. Të mos ndalemi vetëm një muaj agjërimi kemi. Kjo është njëjtë sikur ke punu 11 muaj, muajin e 12 e ki pushim, edhe tash vetëm që të muaj kemi shfrytzu për relaksim të organizmit. Nuk të bën dam as pak nëse mbrena vitit, a në i vikend aty këtu e shfrytëzon për pushim, me relaksu shpirtin e trupin tënë. Po ashtu nuk të bën dam as pak nëse gjatë 11 muajve, 2 ditë një javë që është preferencë shumë nutricistave botror, të agjërohet, të praktikohet agjërimi. Dhe është preferenca dhe fetare njëfësisht. Po, pse e them këtë? Nuk janë këtë këto preferenca. Ti në këtë mënyrë do të mbajsh aktiv gjithmonë procesin e autofagisë. Tash po hymë të ndikimin në shëndet. Procesi autofagisë do të thotë vetë pastrimi i organizmit. Kur në mungesë të sasisë së ushqimit, qelizat fillojnë me bë vetë pastrimin e tyre, se qelizat edhe ato gjatë punës së tyre përjetojnë dame. Tash, ato pjesë të damtuara të qelizës fillojnë me u fagocitu, mu gëlltit, mu zbërthy, mu shfrytzu për prodhim të energjisë për kryerjen e aktiviteteve ditore.